Mramje, lamja e dhamit shumë kritike, shumë bukur e tha. Dy gjëra të rëndësishme t'i thojmë dëgjuesve. E para, nëse flanë me gojë mbyllur, krejt kushtet atmosferike, pra nxehtësia, lagështia, ushqimet të cilat ti ke hangër nëse nuk i ke la dham. Krejt gjanat shkojnë në favor të bakterjeve të cilat kanë me e prish dhamin. Pra këto janë ato kushtet e para që krijohen, prandaj shumë e rëndësi mi la para se me fjet. Edhe faktori i dytë, dikush mund të më thonë punë flas me gojë hapun. Kjo edhe mazi. Kjo është më keq sepse pshtyma po tretet aty, edhe po krijohen kushte tjera ekstreme. Domethënë prej një ekstremi në ekstremin tjetër. Unë e ceka. Në mëngjes, nëse i lan dhamt dhe ulesh më ëngër mëngjes, më mirë mos i laj. Po. Pije ujin që tha, bëni gjanat, më mirë mos i laj, shkon punë pa i la, se dam ke më vë. Mirë po mramje. Ki kry krejt gjithçka. Mo nuk ke më ëngër kurrë. Lamja dhamve shumë e rëndësishme. Edhe çdo problem fillon aty mas tej. Shumë mirë që u ktheve te pshtyma se deshta më kthy edhe unë. Në diçka që po përmendet shumë në çfarë do informate që po japet lidhur me dhamt, është aciditeti i pshtymës. Domethënë çka e ul pH-in dhe çka rrit pH-in çka mon më alkaline, çka më acidike e pshtymën. Dhe janë disa faktorë, sikur për shembull goja hapur që rrit aciditetin e pshtymës, disa stimulues si kafja, çaji dhe disa barna si çifti modafinilit për shembull, stimulantët në përgjithësi që e thajnë gojën për arsyet ashqyqare që përmendëm edhe më herët, fight or flight mode, stresi. Domethënë jemi në atë gjendje ku e rrisim, si më thonë, ndryshimin e sistemit nervor qendror shkakton që të thahet goja dhe të rritet aciditeti. Kështu që mendoj që ja vlen të cekët gjithashtu që goja më acidike është më favorshme për bakteret të këqija të cilat shkaktojnë sëmundjen e dhamit apo jo. Po, pikërisht. Unë mund veç me përkrahë të çata se shumë bukur e tha prap. Domethënë pikërisht ato po krijojnë kushtet e nevojshme për krejt bakterjet për me prish pra